Përshëndetje. Ka një fenomen interesant që përhapet më shpejt se thashë themet në një mjedis të vogël. Mendje-madhësia kolektive. Nuk është thjesht kur një person e tepron me vetëvlerësimin. Jo, këtu kemi të bëjmë me një ndërgjegje grupore që me plot krenari ecën në përbot me hundën përpjet, sikur Zoti të kishte zbritur në tokë dhe me një megafon të thoshte: ju jeni të zgjedhurit e mi, të tjerët janë për të më shëruar. Kjo mendje-madhësi nuk ka nevojë për fakte, statistika apo arritje. Mjafton vetëm një, se ne jemi ndryshe, ne jemi më të mirët dhe turma fillon të ngrohtë duart vet dhe të përplas duart për veten e vet. Në çdo vend të botës ka një version të kësaj fjalie. Tek ne është më mirë. Në Shqipëri, për shembull, kjo frazë përdoret në mënyrë organike, thuhet për ushqimin, për mikpritjen, për gratë e bukura, burrat, ujin, ajrin, madje edhe për korrupsionin. Dhe ajdutët tanë janë më të mençur se të tjerëve. Kjo bindje se jemi më të zotët, më të bukurit, më të fortët dhe më të bekuarit është rrënjosur thellë. Madje kur e shikon realitetin në sy dhe thua: prit pak më vlla, kemi ca probleme këtu. Po menjëherë je shpallur armiku i kombit. Pse po të tjerët janë më të mirë? Një pyetje që nuk kërkon përgjigje, por vetëm në nështrim. Kur grupet fillojnë të besojnë në superioritetin e vet. Mendje-madhësia kolektive shfaqet fuqishëm në grupe të ndryshme, kombëtare, fetare, profesionale, madje edhe familjare. Ka familje që janë të bindura se gjaku i tyre është më i pastër dhe se uji e vjen. Nuk kemi patur kur të çmendur në fis, thonë. Ndërkohë që xhaxhai i tret flet me muret. Prej vitesh. Ka raste. Shoqëri të tëra mund të funksionojnë mbi këtë iluzion të madhështisë. Dhe më e bukura, sa më i varfër realiteti, aq më i lartë pretendimi. Është një lloj kompensimi psikologjik. Po s'kemi bukë të ham, por ama jemi krenar. Nga një anë rrim dhe mendojmë: kujt i duhet vetëdia kur ke vetlavdërim? Vetlavdërimi kolektiv është një mbulesë e trash që të mban ngrohtë në natën e ftohtë të realitetit. Sepse të jesh i vetëdijshëm kërkon përballje, reflektim, ndonjëherë edhe ndjes, ndërsa mendje-madhësia të jep ndjesinë se je i mrekullueshëm pa bërë asgjë. Siç thoshte dikush që s'më kujtohet, kur nuk ke arritje personale, bashkohu me krenarin kombëtare. Ky fenomen ka dhe efekte sociale. Mban shoqëritë në vend, i bën të paafta për kritikë dhe të pa përgatitura për përmirësim, sepse si mund ta përmirësosh kur ti mendon se je më i miri që në start? Është pastaj ndjenja e superioritetit lokal. Një tjetër version i mendje-madhësisë kolektive është ajo lokale, ku fshatrat që mendojnë se janë epiqendra e njerëzimit, qytete që e shohin veten si koka e kombit, dhe pse në hartë mezi e gjen. Në çdo dasëm, në çdo debat politik, në çdo kafene, është një garë për të treguar se ne kemi bërë më shumë, di më shumë dhe meritën e historisë e kemi ne. Madje dhe kur ndodh ndonjë tragjedi, një pjesë e turmës thotë me krenari: po të ishim ne atje, sot kishte ndodhur kjo. Tjetër është kultura e supergrupit në media dhe rrjetet sociale. Media është katalizator i kësaj mendje-madhësie kolektive. Çdo ditë shëtituj si shqiptarët më të zgjuarit në botë. Ne kemi ushqimin më të shijshëm në botë. Miqësia jonë është unike dhe publiku gëzohet kësaj si një fëmijë që thua: je më i bukurit në klasë, keqe mamaja. Rrjetet sociale kanë ndihmuar shumë në këtë drejtim. Aty çdo grup ka hapësirën e vet për të ulëritur, për të ngritur zërin. Ne jemi më të mirë se të tjerët dhe algoritmi e shpërblen këtë me sjellje, sepse arroganca kolektive është shumë
klikabile, të themi. Një tjetër gjë është mendimadhësia si mekanizëm mbrojtës. Nga ana psikologjike, mendimadhësia kolektive është një mbrojtje, një mënyrë për të ruajtur identitetin dhe dinjitetin përballë një realiteti që shpesh është i vështirë për të përtypur. Kur ke një histori të vështirë si popull, një ekonomi të brisht, institucione të dobta dhe një të ardhme të paqartë, atëherë është më mirë të thuash ne jemi popull i zgjedhur sepse kemi punë për të bërë. Ironikisht, sa më shumë përparojnë shoqëritë, aq më pak nevojë kanë për këtë lloj krenarie falso, sepse progresi i vërtet është aq i zhurmshëm sa nuk ka nevojë për daulle krenarie. Tjetër është shpëtimi fillon me humor. Fatmirësisht, një nga mënyrat më të mira për të luftuar mendjemadhësinë kolektive është humori. Kur fillon të tallesh me veten, me fisin tënd, me qytetin tënd, me kombin tënd, fillon të shembësh muret e iluzioneve. Humori të jep distancën e nevojshme për të parë realitetin pa dramë, për të thënë ne s'jemi perfekt, por jemi në proces, dhe kjo është shumë e shëndetshme të mendosh se jemi perandoria që harroi të marrë vesh që ka rënë. A ka shpresë? Po, por vetëm nëse mësojmë të dallojmë mes krenarisë së shëndetshme dhe mendjemadhësisë kolektive. Të jesh krenar për origjinën, gjuhën, historinë apo kulturën është e natyrshme, është e bukur. Por kur kjo kthehet në një mjet për të ulur të tjerët, për të mbyllur syt ndaj kritikës dhe për të justifikuar mungesën e progresit, kemi hyrë në territor të rrezikshëm. Shpresa lind kur fillojmë të pyesim veten: po nëse nuk jemi më të mirët? Dhe aty fillon e vërteta. Zhvillimi dhe ndoshta një lloj krenarie. Ajo që fitohet me punë e jo me thirrje. Së fundi do të thosha, nëse ndonjëherë kap veten duke thënë ne jemi më të mirë se të tjerët, ndalo për një sekond dhe bëj pyetjen: në çfarë jemi më të mirë? Dhe çfarë kemi bërë ta merituar këtë mendim? Nëse përgjigjja është kështu e kemi traditën, atëherë ndoshta ka ardhur koha të krijojmë një traditë të re, atë të vetdijes, punës dhe pse jo modestisë me humor. Miq, këtë do të thosha në këtë video. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Mund të bëni dhe komentet tuaja poshtë videos, por mos harroni asnjëherë të bëni subscribe për të marrë videot e reja që unë hedh në kanalin tim. Dhe deri në videon tjetër. Mirë takofsh.